e qetë. Jo, e vërtet, se zakonisht prindrit ose rreti kur rritet një fëmijë, duke dashur me mbrojt, e bën shumë më të dobët emocionalisht për botën jashtë që e ka kuptu tashme që Tuana pas ka lexu më tepër, e ka kuptu që s'është edhe aq e lehtë, ta them kështu, mos përdor në ai. A ka ndonjë arsye për përzgjedhjen e këtyre librave, se unë nuk besoj që biblioteka juaj është veç me me artit e na, ajo me çfarë biblioteke. Ma merr mendja. Po kur po flasim për më tha që i ke gjyku Librat nga Masia. Librat nga Masia. A ka libër një madhësi të madhe që ka qenë shumë bosh brenda? Nuk të ka... Mendon që s'ja ka vlerë gjithë ato faqe? Jo. 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 A ka një arsye për këto? Qa po thot kjo? The Art of Being a Brilliant Teenager? Po, këto libra i kon përgjithë vençaresht, sepse këto janë të mijat më të preferuar. Që ndoshta ja u sugjeron edhe bashkëmoshatarëve, a? Po. Sugjerimi i parë i librit është The Art of Being a Brilliant Teenager. Këtë libër ka plot mesazhe të ndryshme se çish mundesh me përballu ndonjë sfidë. Është shumë interesant. Është shumë edhe me vizatime, me ngjyrna, shumë i bën kurështar. Të mëson shumë prej këtij librit dhe kjo ndryshe ku libri jem i parë që e kom dashur ta përfundoj për një ditë. A ja arrite? Po, e kom arrit. E dyta është Good Vibes, Good Life. Mi shfleto pak, hajtë të shohim cili është e dyte? Po. Okej. Kjo nuk është që ka fotografia shumë, po mesazhi është shumë i madh që të mëson për gjuhën e trupit të njeriu, të mëson sa qetësi duhesh me mbajt, si mundesh me komuniku me dikën, me preferencat e tëne, e shumë gjërat e tjera që t'jep mesazhe. Çka kemi tjetër? Ndryshe kemi edhe rregulloni krevatin. Këta e kom fol edhe në videon tem, ku ne duhem të fillojmë me hapa të vogla, dhe hapi i vogël që ta rregullojmë krevatin ditës. Kur e bëjmë këto, na qënte një big step ndryshe për performancën e ditës tonë që kam ja vazhdu. Dhe kjo libër pikërisht të qenë atë ku duhesh me shku prej hapave të vogla, dhe ai hap mundet me ja fillu prej vetëm me rregullu shtratin. Shumë e vërtet që gjithçka nis prej gjanave shumë të vogla. Qa kemi atë me madhësinë super truri, okej. Jim Kwiki. Kjo kuna libër që kom gjyku prej Masis, se normalisht që unë jem adoleshence dhe kom qef mi pat librat ma të vogla për me lexu ma shpejt, po kjo libër u kun shumë që më ka ndihmu për jetë, për me fol me dikën, për shkollë, për gjithë shka dhe besoj që edhe për të ardhmen. Ndryshe kjo mi ka mësu krejt pikat që na vynë neve për jetë, dhe besoj që një libër ndër ma të mirat që kom lexu ndonjëherë. Është edhe nga ma të shiturat. Kjo i ka ndihmu edhe për me memorizu gjana shumë shpejt. Me lexu dhe me memorarizu gjanat shumë shpejt. A ke numru sa libra mund t'i kesh lexu deri sa tuan? Jo, se shumë. Kemi një database librave. Deri diku mandej ka humbë numrimi, a? Po isha që nga 4 tituj që ke marrë me vete, 2 janë në gjuhën angleze, 2 janë në gjuhën shqipe. A e ke edhe kështu formën e ndarë të leximit, apo të tërheqësh ndonjëna më shumë në cilën gjuhë lexon më tepër? Unë më shumë dina mirë të lexoj në anglisht, se ndina më shumë e qetë ku lexoj anglisht. Ato e kam si në sen që më vjen. Sa shqip nuk me fol rjellshëm, më mirë di anglisht. Si më rrit të fol anglisht, e ku mësu edhe motrën, edhe rrethin e shoqënis, edhe nanën. E vërtet. I ke mësu nanën e fol anglisht? Ma ka përmirësu shumë anglisht. Edhe pse ndonjëherë pak si mbulizon, po. Sa të këndshme jeni. E kam një video që du ta diskutojmë pak, një prej gjërave që të ka sjellë edhe në një sukses, a? Më trego pak, ti informojmë pak edhe njerëzit për çfarë bëhet fjalë.
Në këtë video e kom marrë temen si ta trajnojmë trunin dhe kom full disa pika që mundesh me shku për deri të trajnimi i trunit. Truni është si një muskull, është që sa ma shumë punon me të, aq më shumë zhvillohet. Pastaj kemi edhe shumë pika që ndihmon, si për shembull fokusi. Një fokus i mirë fillon nga leximi. Kur lexon të libra të shumë, gjithmonë kemi pa që është fokusi që mund të çoj deri te kuptimi i librit. Nëse ke një ambient të mirë pa përqendrime si telefoni, atëherë ki shumë më mirë me kuptu librin. Tjetër është relaksimi, që tjetë mund me thonë që relaksimi është si lazy, që me thonë nuk... Si për tatësëri, po nuk është. Po nëse te pranë shumë, atëherë po, për atë arsye ndohet në dy kategori kjo relaksimi, që është relaksimi kur din diçka që keme bu mbas asaj, si me lexu, me pastru shtëpinë, kur tjetrove që nuk i kur gjo dhe të në konvishtresh edhe këqyrete sociale. Pika tjera që të bënë. Qka ke emocionit, cili ke emocionit, flasëm pra për garën me ndje kreative, apo jo, të cilën e fitove. Që shumë ndjeve, apo e kishe kështu një vetbesim që do ta fitosh? Po e kom pat një vetbesim që do ta fitoj, se e di sa shumë e kom përkushtu në atë video. Ndryshe që kom fitu në të vërtet nuk është përblimi prej gjëra financiare, po është konfidenca që e kom marrë dhe që tjerë tash më ngjojnë më shumë se sa dukem dhe unë kom fituar më shumë t'i thej barierat e mia dhe ta poj vetën që s'kam limite. Dhe ashtu duhet me po, se nuk keni limite. Ndërkohë në anën tjetër, Mimoza, prej vitesh ke trajnuar... Unë jam rënqetë, të rame me thonë, që vajmë derit shumë. Që shpët bërë me undikur për shetë? Shumë krenare, sinqerisht, si gjatë. Ade, tuana është kështu që të bënë me thonë, wow. është e mrekullueshme. Po më vjen shumë mirë që kam e ngel ky kujtim juve të dyjave. Ndërkohë po thoja për shikuesit ata që nuk e dinë, ju prej vitesh jeni trajnere, tentoni që ta bëni më të mirën për t'i aftësu edhe ndihmu të tjerët në komunikim. Në zhvillim, diçka që për tuanën nuk e di sa këshilla ke pas mundësi me i donë edhe a është diçka prej të cilës është një punë që jep shumë, po. Çka merr ti prapa kësaj, prapa gjithë të angazhimit për viteve? E vërtet, ndoshta këshillat jo shumë herë edhe zbatohen. Prej tu i marrë parasysh edhe vetën time, besoj që edhe ty shumë herë prindrit na kanë thonë diçka, ne eksakte kemi bo pikrisht ato që kanë thonë ata mos me bo. Po zakonisht fëmijët shkojnë si mbas shembullit. Edhe ato se çka shikojnë, ata dhe veprojnë. Kështu që unë ndoshta mënyrën më të mirë që kom arrit ndër vite, qysh kur i kom pas bebe të vogla, jënë rritë me një noan edhe me një babë që gjithë kohës na kam pa me libra ndorë. Do me thonë në salon, do në gjumit, në korridor, gjithë kur në pushime, na gjithë kur kena pas libër. Edhe pastaj kemi pas shumë atletë dhe mi u thonë, mere lexoj qëto se është shumë interesant, pëse ata i kam pa print të tyre me libër. E njëjta është edhe në kompani, një udhëheqës nuk mundet me i thonë njerëzve të ti që udhëheq që bënë një kështu punën, kjo është ma e mira, pa e po ata që a i diçka po bënë të tilë në kompani. Pra, si kompania, si familja është eksakt njëjtë funksionon. Du me full pak për ju të dyja, jashta minutave të leximit, jashta minutave të punës, që shi kaloni momentet kur nuk keni fort obligime. Pra, doni me i kalu momentet e juja bashkë, që një ndihmojnë në rritjen edhe në afrimin shumë ma të ngushtë emocional. Qa ka diçka që bën mami edhe ty nuk të pëlqen? Ndjeresh tuje. Qa bëni? Pra, hobi, gjëra që pëlqeni me bo, me hec, me ngu muzik, me po filma, cilat aktivitete? E vërtet është që na mundohemi aktivitetet jo rasisht me i zhvillu, do me thonë. Kjo është një falloj si deformimi profesional, krijohet që ashtu.
po i bojmë çdo gjë me një qëllim. Domethënë edhe nëse kemi shkuar në piknik si familje, jemi mundu me ju tregu një mesazh për atij piknikut, që mbrapa neve na duhet me lënë një ambient pastërt. Hajde të mbjellim diçka, hajde të bëjmë diçka, të kontribuojmë diku. Do thotë gjithmonë jena mundu me jep një shembull të tillë fëmijëve tonë. Zakonin që e kena zakonisht unë dhe Toana është që kur flasim për libra, përsëri te libra, që s'po mundem mu do, kur flasim për libra, unë ndoshta shembull nuk kam nevojë me lexu një libër sa bukur e shpjegon kjo. Unë jam të lexu një libër, kjo ndalet edhe ma shpjegon me gjithat entuziazmin, dëshiren, nan ka ndodhur kështu, edhe unë e ndëgjoj me shumë dëshirë. Unë jam ndoshta tu e kuros, unë jam ndoshta te kuzhina tu gatu, unë e ndëgjoj me shumë vëmendje edhe kyqem në ato tema. Dhe kjo është ajo që ndoshta e kisha sugjeruar secilit prind me e bo, që me tregu entuziazëm bisedë me fëmin, pavarësisht se nanat që shka do na me mbri, me arrit edhe në punë, 8 orë, edhe në pas punës me qenë çdo gjë rregull, po kur mos me haru fokusin te fëmia. Bash gjës më të rëndësishme nga njëherë nuk ja japim atë vëmendjen e duhur, po e kuptojmë fatkeqësisht pak më vonë, kur ndoshta edhe mund të jetë shumë vonë, kështu që bukur që e përçove edhe si mesazh. Tuana, çfarë është një gjë që ti e paralajmëron mamin gjithmonë kur të dilni dikun, ose kur doni me nis një diskutim, pra diçka që ty nuk të pëlqen, po mami vazhdon me e bu, drejt teje. A ka kujdes s'ka kujdes të ti për tas njëherë, po në adoleshenci, po ju duket që të po e ri përsëri, se kur e mbrini mosh, me ndej dënë shumë me i këty krejt që ato momente dhe krejt edhe një përqafim atë voglin. E vërtet. Normalisht që deri tani mu nuk më pëlqen presioni, po ajo e di që ka me vlejt në të ardhmen dhe e di që ka me falemnderu nonën që më ka shti qëtash me lexu libra, po deri tani veç ajo është, se ka njerë dhe unë dua me fat një argëtim kohë, po duna më marrë me libra. Duhet mu marrë me libra, ma jam shumë e bindur që mami e din që ti ke mjaftueshëm atë kohën. E dim në asojën orare, ta din kohat e telefonit, i kena me shumë Si pëjaboni me telefonin? Po që kjo është ajo që na duhet me monitorim, se unë i thëmë, në që se ki lexu 1 orë liber, do të qëndrosh 1 orë në telefon. Lexo 2 orë liber, 2 orë në telefon. Por nuk është aj vetëm lexim, po duhet edhe diskutim. Se nuk jam unë një prind, okej, shko mbyllën dhomë, lexo dhe nuk e dia ka lexu fëmija. Po në du që atë liber na me diskutu. Do të thotë, kjo është ndoshta qaj lloj. Jo veç kalim në përfaqe. Por që duhet me menaxhu, do të thotë gjithmonë. Okej, apo e ke problem këtë ndarjen e termineve, orareve, pak liber, pak rrjete sociale ose telefon? Jo, se used to it, që shë thonë, një mësu me të. Useful. Po vjen shumë mirë që ju pata sot një shembull